Temat që u trajtuan në takimin e liderëve kanë nxitur reagime dhe debat tashpër në skenën politike. Për këto çështje, por edhe zhvillimet në Aleancën për shqiptarët të krahut të Zjadin Selës, flasim me deputeten Ilire Dauti, gjithashtu kryetare e Komisionit për Organizimin e Kongresit të ASH-s. Zonja Dauti, mirëmbrëma dhe mirëseardhët në Alsat. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, përshëndetje për shiqëuesit e televizionit Alsat, qofshin mirë kudo që janë. Faleminderit. Ende ju prezantojmë si përfaqësues të njërit krah ose krahut tjetër të ASH-s. Ka ndonjë moment të ri, ndonjë zhvillim sa i përket procesit gjyqësor, sa i përket vulave të ASH-s? Ashtu siç është opinioni i njoftuar, Semra, vulat vazhdojnë të mbeten peng. Drejtësia për çështjen e vulave të Aleancës për shqiptarët vazhdon po ashtu të mbetet peng dhe më e keqja është që me një situatë të këtillë të Aleancës për shqiptarët të peng mbetet politika e shqiptarëve këtu në Maqedoninë e Veriut, e cila duhet patjetër thuhet që është e dukshme prej kur ka ndodhur këto zhvillime në kuadër të Aleancës për shqiptarët. Vërehet për çdo ditë ajo mungesë, ai zhgënjim nga ana e qytetarëve dhe ne po bëjmë përpjekjet të gjitha që i kemi në mundësitë tona që ta rikthejmë Aleancën për shqiptarët aty ku takon, jo vetëm për shkak toni dhe për shkak të drejtësisë ndaj pronësisë Aleancës për shqiptarët në kuptimin e vulave të atyre që ju takojnë dhe që e kanë krijuar, por edhe në kuptimin e forcimit të këtij subjekti politik për të kthyer tek shqiptarët pikërisht atë shpresën që e kishin me të drejtë për shkak të angazhimit permanent që ka bërë dhe ka qenë dalës së Zot i gjithë situatave kur ka munguar zëri të gjithëve. Për fat të keq, kjo mungesë zëri në një farforme edhe vërehet prej kur ka ndodhur kjo. Po tashmë keni ndonjë plan B si do të veproni nëse nuk i fitoni vulat? Do të formoni parti të re ose si do të jetë veprimi në të ardhmen? Një gjë është e sigurt, që kjo rrugë duhet vazhduar me patjetër, ashtu si do të krijohen rrethanat, ashtu ne jemi të gatshëm për të vepruar. Disa masave që i kemi marrë, por ne mendojmë që megjithatë drejtësia do e jep fjalën e fundit dhe vulat do kthehen aty ku takojnë. Por në të kundërtën nuk përjashtoni mundësinë e formimit të partisë së re. Çdo gjë që i jep jetë, forcë këtij grupimi politik që bën çmos për të mbajtur gjallë kauzën kombëtare shqiptare këtu në Maqedoninë e Veriut, patjetër rrugë do ketë. Dhe këtë do e bëjmë të gjithë së bashku në rend të parë me qytetarët shqiptarë. Po në qeveria do të futeni. Gjithnjë më shumë zëra në opinion për përfshirjen e mundshme të ASH-s zotit Sela në qeveri, madje lakohen emra për ministër të shëndetësisë, për disa kuadro tjera, për zëvendës avokat të popullit. Semra, gjithmonë kjo temë ka qenë e hapur sepse subjektet politike fundja edhe janë në skenën politike për të kontribuar ashtu siç e kërkon situata politike për momentin, por ne edhe unë personalisht mbaj bindjen që një subjekt politik mund të kontribojë për atë për cilën edhe funksionon në kohën kur është e fuqishme sa duhet. Për fat të keq, Aleanca për shqiptarët nuk është në ato ditët e veta më të mira, prandaj mendoj se i tërë koncentrimi jon, angazhimi jon duhet të jetë në drejtim të forcimit të Aleancës për shqiptarët, që të jetë ashtu siç edhe ne duam dhe ashtu siç ju duhet qytetarëve, e fuqishme, mjaftueshëm saqë ta thot fjalën e vet kurdo që është e nevojshme, qoftë në opozitë, qoftë në pushtet. Se edhe para pak ditësh edhe zoti Taravari tha se Aleanca e Selës qëndron prapa dyerve të qeverisë. Keni komunikim me ndonjë parti në pushtet? Shifni, me siguri ka pas fjalën për veten, sepse në një farforme ajo që u transmetua në takimin e liderëve përmes partnerit të tij të koalicionit që kërkuan takim tet-a-tet, nënkupton që ata janë pas dyerve dhe presin lëmosh ose sido që ta quajnë për të hyrë në qeveri. Ju keni komunikim me ndonjë? Është krejt tjetër gjë, është krejt tjetër çështje në të jesh i kërkuar që të jesh pjesë e qeverisë dhe është krejt tjetër çështje të lutesh në atë formë për të hyrë në qeveri. Por në të dyja situatat ne kemi parasysh që Aleanca për shqiptarët mund të jetë e dobishme vetëm kur do jetë mjaftueshëm e fuqishme. Po për momentin ka ndonjë komunikim me ndonjë nga partitë politike edhe gjatë këtij procesi të përsëritur të zgjedhjeve lokale në Vrapçisht dhe në Gostivaru krijua një përshtypje për një bashkëpunim edhe me Vlenin, sidomos në Vrapçisht ishte kandidat i pavarur, por kuadri ASH-s suaj që mori edhe mbështetjen e Vlenit. Kishit
Ndonjë bashkëpunim konkret? Realisht bashkëpunimet edhe mbajtja e linjave të komunikimit me partitë politike është gjë më normale që mund të ndodhë në politikë, madje unë mendoj se subjektet politike shqiptare nuk janë mjaftueshëm të koordinuar, sidomos kur bëhet fjalë për çështje të programit të përbashkët, që pavarësisht që mund thirremi me emra të ndryshëm, megjithatë shqiptarët duhet të bashkëpunojnë në funksion të asaj gjëje të cila është e përbashkët e të cila duhet jemi të gjithë këmbgulës në raste dhe në situata, sikur ishte edhe takimi i liderëve së fundi apo çdo situatë tjetër. Unë mendoj që sjellja jo në kuadër të zgjedhjeve të fundit apo përsëritjes së raundit në Vrapçishtë dhe Gostivar, sidomos në Vrapçishtë, ishte obligim i jon që qytetarëve të Vrapçishtit t'ju ofrojmë njeriu i cili në mënyrë dinjitoze mendonim se do ta udhëheq dhe as që dyshojmë në këtë do ta kishte udhëhequr komunën. Përcaktimi i qytetarëve ishte në këtë formë, megjithatë duket që dalja e ulët dhe marrja e votave edhe më pak se në raundin e parë të kandidatit i cili fitoi vetëm dëshmoi që qytetarët e Vrapçishtit megjithatë ishin në situatë të vështirë për të vendosur, gjë që u konfirmua edhe në rastin e parë, sepse mosbërja e cenzusit përveç anomalive të cilat jo vetëm atje janë gjithkund në për lista zgjedhore, ka një mesazh që shkurt politikisht mund të transmetohet apo të thuhet si jo kështu. Po megjithatë situata solli deri në këtë moment dhe ja ku jemi vazhdojmë të tjetë. Po në Gostivara e mbështetot Nevzat Bejtën? Unë mendoj që sjellja jonë në raport me Gostivarin ka qenë publike, e hapur dhe ka pas mundësi opinioni që të sheh. Realisht unë kam dëgjuar akuza nga oponentët politikë se kështu ashtu për figurën konkretisht të kandidatit i cili kandidoi. Nuk duhet haruar një gjë. Kthimin e Nevzat Bejtës në politikë bëni pikërisht Arben Taravari kur bëni koalicion me Vlen dhe me Izet Mexhidhin, ku njeriu kryesor në Gostivar në atë kohë kishte vetë Nevzat Bejtë. Po në bazë të rezultati në këto zgjedhje, si e shihni tani cili është lideri i opozitës shqiptare sipas jush, Ahmeti ose Taravari? Është çështje cilën do duhet ta diskutojnë ata vetë. Nuk më pëlqen fort me përcaktu pozicionet për të tjerët, janë çështje të cilat do duhet të diskutojnë dhe të shohin bashkë. Po ju si aleancë keni pasur kohë, kishit dhe kuvendin të bëni analiza, u penduat për bashkëpunimin në kuadër të AKI-s për këtë rezultat që morët në zgjedhje, nuk morët asnjë komunë ku kishit kandidat, ose po gabuat me kandidatët? Ai semra kështu ta sqarojmë. Një herë në kuadër të bashkëpunimeve të cilat ne i krijojmë, gjithmonë kemi parasysh atë se sa shqiptarët do mund të përfitojnë nga një koalicion. Madje në zgjedhjet e fundit parlamentare kur ne u bëm pjesë e koalicionit Fronti Evropian, nuk kemi mbajtur llogari edhe për goditjet që do marrim, sepse ishte një koalicion jo edhe shumë normal për kushtet dhe për situatën si është zhvilluar politika këtu në Maqedoninë e Veriut. Megjithatë, ne kishim parasysh që përballë një vëmëroje të fuqishme do duhet të kishte një grupim të tillë, prandaj ne kemi bërë detyrën tonë si subjekt politik në atë kohë, në atë formë. Me kalimin e kohës, padyshim që ka ardhur zhgënjimi jon nga rezultatet e zgjedhjeve dhe komunave, sesa nga sjellja e politika që është zhvilluar brenda Frontit Evropian, që ka shquar edhe deri në tërheqjen tonë përsëri në atë bërthamën tonë politike për ta ndërtuar vetveten, sepse unë mendoj që disa herë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut nga VMRO, e cila dihet se është e fuqishme dhe dihet edhe më përpara do kishte një trajtim të këtill që me çdo kush do tentonte të bënte minimizimin e shqiptarëve, duke goditur në mënyrë të vazhdueshme mbi të njëjtën çështje që e përkthyer politikisht don të thotë të zvogloj, të ul apo të minimizoj rëndësinë e shqiptarëve si etni dhe përfaqësimin e tyre nëpër institucione. Duke patur parasysh krejt këtë, ne kemi bërë përpjekje që Fronti Evropian të duke mjaftueshëm i fuqishëm për të bërë ballë kësaj. Shqiptarët na bën fitues padyshim, por megjithatë unë besoj që kryeministrit Mickovski edhe vetë shqiptarët që kanë bërë të mundur që ta bëjë të mundur politikën e tij majorizuese. Si do thoni, e bëri Vleni, duke u futur dhe duke u bërë pjesë e qeverisë si humbës, dhe më pas e bëri edhe Fronti Evropian për fat keq, duke votuar ligjin për
organizim dhe punë të administratës shtetërore, gjë që unë mendoj se ishte edhe shpërthyrja e parë e frontit, prej ku edhe doli edhe zhgënjimi jon i parë dhe humbja e arsyes sepse ne ishim pjesë e frontit evropian. E tëra më pas ne jemi munduar si Aleancë për Shqiptarët, si deputet të Aleancës për Shqiptarët, që padyshim nuk e kemi votuar në atë ligjin për organizimin e qeverisë, dhe gjatë gjithë kohës jemi munduar që të mbajmë timonin e frontit evropian, mos bëhen lëshime dhe gabime të këtilla, sepse ne kuptojmë që vëmëroja ka qasjen e tillë, po as pak për ne nuk është e pranueshme që edhe shqiptarët duhet të godasin në të njëjtin bosht ku godet vëmëroja. Për fat të keq kjo po ndodh. Nuk është vetëm ai moment, ashtu ka ndodhur goditje në të njëjtin bosht mbi këtë ndërtimin etnik të shtetit edhe në shtator të vitit 2024, kur me një vendim të qeverisë u largua mërgata e jonë, që në fakt pse unë e them është goditje mbi ndërtimin etnik, për shkak se shqiptarët nga 30% sa janë në si popullsi e përgjithshme, kaluan në 25% dhe me këtë më tepër jemi afruar afër komunitetit të tretë se sa që ishim të afruar me komunitetin e para, po me maqedonët. Dhe më pas sigurisht unë këto ditë kam qenë dhe kam reaguar edhe për tryezën e partive. Pikërisht dua ta diskutojmë pak se shumë çështje të rëndësishme u hapën në këtë tryez. Ti kapim një nga një shkurt sa kemi kohë. Është tema e shfuqizimit të qeverisë teknike. E para, mendoni që ka ardhur koha për shfuqizimin e qeverisë teknike 100 ditë para zgjedhjeve? Nëse nuk të prish punë, për mos me prish kronologjinë asaj që e fillova, sepse kodin zgjedhore shosi një prej momenteve që lidhet me dy momente të tjera për të kaluar. Është është hapur disa herë edhe në këtë. Sepse ishte pjesë e bisedimeve, ndërkaq në këtë tryez unë llogaris se kjo tryez ishte vetëm vazhdimsi e kësaj goditje mbi të njëjtin bosht që them. Sepse keni reaguar ashpër për modelin zgjedhor. Do më thënë ka 6 në 1 njësi zgjedhore, që e dëgjuam se edhe BDI ishte pro. Pse thoni se është i dëmshëm ky model për shqiptarët? Sepse edhe kjo shkon në të njëjtën gjë, forcon karakterin unitar të shtetit, ndërkaq që zvoglon karakteristikën kryesore që ka Maqedonia e Veriut, që është multietniciteti i vet. Kështu që gjithë ky koncentrim në një njësi zgjedhore nuk i përshtatet njëherë rendit etnik që ka Maqedonia e Veriut dhe është pikërisht goditje mbi këtë shtyllë. Dhe përveç asaj, ne nuk duhet harrojmë faktin që shqiptarët edhe kështu siç janë të përfaqësuar janë vetëm 25% me ulse në parlament, ndërkaq që çdo kalkulim tjetër, siç është një njësi zgjedhore që do të çonte edhe më tutje në ulje në numrit të deputetëve shqiptar, do zvoglonte edhe më tepër përfaqësimin e shqiptarëve në kuvend. Sigurisht më pak shqiptarë në kuvend, do të thotë më pak fuqi e tyre për prezantim, për përfaqësim e kështu me radhë, që them se shkon në të njëjtën linjë me ato dy momente tjera të cilat unë i përmenda, që është ajo pabarazia politike përmes shkeljes së legitimitetit, e dyta përmes largimit të diasporës nga numri i përgjithshëm, dhe kjo e treta që përsëri godet në të njëjtën pikë, pra në ndërtimin etnik të shtetit. Realisht çdo llogaritje që mund të bëhet, nxjerr që me një njësi zgjedhore shqiptarët humbin ulse në kuvend dhe që është... Sa keni bërë një analizë sa ulse mund të humbin shqiptarët? Minimum 3 e më lartë, varësisht nga grupimi që do bëhet në kampin politik maqedon. Ne nuk duhet harrojmë faktin që për momentin shqiptarët kanë qenë të konsoliduar sikur më parë në 2 kampe politike. Pavarësisht se unë mendoj se ekziston një moskoordinim i jashtëzakonshëm në mes subjekteve politike për çështje të rëndësishme, megjithatë si grupime ishin 2, ishte Fronti Evropian dhe nga ana tjetër ishte Vleni. Në qoftë se edhe subjektet politike maqedonane në zgjedhjet e ardhshme do të grupohen në të tilla forma për të bërë ballë shqiptarëve, sigurisht se humbjet e ulseve do të jenë edhe më të larta. Prandaj janë më tepër aspekte të cilat duhet parë dhe të kemi kujdes se çfarë pranojmë. Aq më tepër që vetë këta të cilët pranuan në këtë rast kishin kundërshtuar të njëjtin model më herët. Pse mendoni tani se Ahmeti pranon këtë model zgjedhor? Për atë do duhet t'i pyetni ata të cilët kanë pranuar, ndërkaq ne mendojmë se 8 njësi zgjedhore, aq sa janë rajone për zhvillim të barabartë në Maqedoninë e Veriut, i përshtatet rendit apo ndërtimit etnik të shtetit dhe asaj që do ishte më funksionale dhe që do të rritte përfaqësimin e shqiptarëve në kuvend, sepse realisht Semra në llogaritje tregon që për të arritur në numrin prej 30%, minimum do na duhen 36 deputet. Çdo kalkulim që na çon mbrapa kësaj, sado që të jetë i vogël dhe minimal, do na zbret ndër 25% dhe unë besoj se këta shqiptarët duhet të kenë kujdes dhe mos e bëjnë
këtë gjë. Ajo që bie në sy është tani se edhe pse çështja është shumë e rëndësishme për shqiptarët, megjithatë gjitha partitë kanë qëndrime të ndara për këtë temë. A mund të bëhet bashkë faktori politik shqiptar për këtë çështje? Kjo është çështja, Semra, sepse duhet para i takim për çfarë u realizua. Në fakt shkuan shqiptarët atje që të mbështesin dakordsinë e partive maqedone të cilat i kishin bërë paraprakisht, madje edhe me atë të cilin nuk e kishin të ulur në tryez. Një qasje e tillë, një shkuarje e tillë, pa koordinim paraprak dhe pa mos harmonizim të asaj që mund quhet programi partive politike shqiptare, pavarësisht them asaj se si do e zhvillojmë ne më pas këtë betejë, është gabim i madh dhe në fakt nëse e vërejmë ne çfarë pyetja kryesore duhet lind pas këtyre ditëve ose mbas atij takimi, çfarë fituan shqiptarët. A ka dikush përgjigjen çfarë fituan shqiptarët, përveç se u poshtruan dhe pranuan atë të cilën ata ishin marrur apo ishin bërë dakord më herët. Kështu që një qasje e tillë, unë mendoj se shqiptarët këtu nuk e meritojnë dhe duhet kemi kujdes kushdo që vendos të përfaqësoj. E kur jemi tek Alianca shqiptarët, kjo është pjesa që unë i kushtoj gjithmonë rëndësi sepse ndryshe do ishte në qoftë se Alianca për shqiptarët do të ishte në atë tavolinë, siç kurse ka qenë ndryshe gjithmonë, qoftë në kuvend, qoftë kur kemi qenë opozitë apo kur kemi qenë pjesë e qeverisë shkurt me veprimet e cilat i kemi bërë në favor të shqiptarëve. Të gjithë e dinë që Alianca për shqiptarët është ajo e cila ka shtyrë procese të rëndësishme duke filluar që nga rrëzimi i Gruevskit në atë kohë, që nga integrimi i vendit në NATO, që nga ligji për përdorimin e gjuhëve, që nga ligji për shtetësi, që nga bërja e kryeministrit shqiptar është bërë pikërisht me prezencën tonë. Propozimi francez ka kaluar vetëm për shkak se ne kemi bërë forumin dhe kemi votuar për të. Prandaj si kryetare e komisionit që jam për të arritur deri te Kongresi i Aleancës për Shqiptarët, ju bëj thirrje të gjithë shqiptarëve që të ndihmojnë në këtë rrugë, sepse Aleanca për Shqiptarët duhet kthehet patjetër e fuqishme në tryezën ku bisedohet për të drejtat e tyre. Sa i përket qeverisë teknike, cili është qëndrimi juaj, dhe për zgjedhjet parakoshme që fliten gjithnjë më shpesh. Realisht edhe në qoftë se Semra nuk do ishte ky mekanizmi i qeverisë teknike, për situatën që jemi politike, do të duheshte të vendohet, jo më të largohet në këtë moment. Ne kemi një vëmërore e cila ka pushtet absolut, qoftë qendror, qoftë pushtet lokal, një kontroll mbi institucionet. Kemi nga ana tjetër një opozitë maqedone e cila është në rënien e tyre më të madhe si asnjëherë më parë, dhe nga ana tjetër një blok shqiptar, do thoja, ose dy bloqe shqiptare të cilat as pak nuk janë të konsoliduara mjaftueshëm për të dalë zot të drejtave të shqiptarëve, shpesh të poshtruar, të nështruar, e kështu me radhë, kështu që në situatë të këtillë do ishte gabim në qoftë se do largoheshte qeveria teknike, sepse sido që t'jetë, ne pavarësisht se thirremi në demokraci, Ministria e Punëve të Brendshme dhe ajo për politikë sociale do jetë mirë që në kohë 3 muaj para zgjedhjeve sigurisht të jenë në duart të opozitës. Çfarë nëse shkohet në zgjedhjet parakoshme parlamentare, jeni për dhe në këtë situatë kur s'keni as ula, çfarë do të ndodhte atëherë? Realisht pyetjen kur parashtrohet në këtë formë jemi mësuar gjithë partitë politike thuan jemi gati, shkojmë në zgjedhje parlamentare, gjithmonë e shoh çfarë do fitonte shteti, çfarë do fitonim konkretisht edhe ne shqiptarët nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe cili do ishte ai indikatori që do të çonte në këtë. Për momentin unë nuk kam dëgjuar ndonjë arsye të shëndosh nga dikush sepse duhet shkuar në zgjedhje parlamentare, sigurisht në qoftë se shkohet ne të gjithë do shkojmë sepse do jetë vendim që do duhet shkojmë në zgjedhje parlamentare, megjithatë duhet të ekzistojë një arsye fuqishme, ndërkaq personalisht mendoj përveç se kryeministrit Mickovski, i cili do e përshtatte mandatin e vet me mandatin mendoj si kryetar partie i VMRO-s, me mandatin për të qenë kryeministër edhe një herë 4 vite të plota, nuk shoh ndonjë situatë tjetër. Temat kryesore të cilat janë për fat të keq nuk u biseduan as në aty, siç është për shembull badenteri në gjykatën kushtetuese, formimi i qeverisë, në çfarë forme do duhet bëhet e ardhmen, sepse siç duket u desh të kalojnë gjithë këto vite për ta kuptuar se ka qenë. Jeni edhe ju për qeverinë që të votohet me badenter, siç tha zoti Ahmeti në Kongres? Në fakt është çështje e cila duhet të diskutuar. Elementet apo debati për gjykatën kushtetuese me badenter është i dalë vetë nga kryetari i Aleancës për Shqiptarët zotëri Zjat Nisela dhe çështja e formimit të qeverisë. Tani dilema te formimi i qeverisë është se cili duhet jetë modeli realisht, a duhet jetë votim me badenter apo ndoshta ndërtimi i tillë që do thotë që
mandatari duhet të bëj qeverin me fituesin në kampin politik shqiptar, sepse ne shohim për çdo ditë numër të madh të deputetëve jo maqedon në kuadër të koalicioneve maqedone. Për shembull Levica ka dy të cilat janë të padenteri, LCDM ka edhe vetë vëmëroja, kështu që shtrohet pyetja, është ai pikërisht modeli i duhur apo duhet parë se si duhet formulohet. Dhe çështja ndërkaq që gjykatës kushtetuese padyshim që duhet edhe atje ligje të cilat në kuvent sillen me badenter edhe atje duhet të jenë me badenter, në të kundërtën do vihemi në situatë kështu siç jemi. Shumë shkurt do doja edhe një çështje sa i përket ASH-s, sepse jemi në fund të minutave. Nuk u sqarua largimi i zotit Ilir Demiri nga grupi i ASH-s në kuvent. Ai pati një nismë për unifikimin e partisë, megjithatë siç duket dështoi, është një mision i pamundur siç duket më bashkimi i ASH-s. Realisht unë nuk mundem të konstatoj ka dështuar ose jo diçka që dikush tjetër ka ndërmarrë si detyrë, sepse nuk kam informacion të tillë, deri tek unë nuk kam arritur ndonjë informacion për diçka të tillë konkrete. Janë çështje të cilat do duhet t'i sqarojnë para opinionit njerëzit të cilët i ndërmarrin si aktivitete. Po sqarimi i tij çfarë ishte, përse u nda nga grupi juaj? Dhe duhet edhe për këtë çështje personalisht të flis njerëz, gjëja më e natë që e kam të flas për gjërat cilat i kanë në plan, janë plane të dikujt tjetër, sepse mendoj se më së miri qytetarët mund ta dëgjojnë nga vetë personi i cili ka plane të tilla, sikurse unë jam e gatshme të shpalosja atë të cilën unë e mendoj që duhet të ndodh në zhvillim. Për Safe City ka ka kërkesa nga qytetarët që janë të paknaqur me mënyrën se si zhvillohet krejt kjo, nuk e di a ke në plan, po më duhet ta them për hir të atyre të cilët presin një përgjigje të tillë patjetër, po shoh që është temë që i prek shumë qytetarët. Ligjet në pakon e reformave, por patjetër, po kjo i prek për çdo ditë qytetarët dhe ata janë të shqetësuar dhe do duhet parë mirë sepse ky sistem nuk e mbulon gjithë shtetin, po mbulon vetëm disa qytete. Realisht edhe Kushtetuta e Maqedonisë së Veriut nuk lejon diferencim të tillë, nëse siguria e qytetarëve është e rëndësishme dhe ne nuk dyshojmë që siguria në trafik dhe çdo lloj tjetër sigurie duhet të jetë shumë i rëndësishëm dhe prioritet për qeveritë, megjithatë jo vetëm për disa qytetarë të jetë siguria e rëndësishme, po për gjithë qytetarët në kuadër shtetit. Unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë. Faleminderit edhe juve, Semra, kënaqësi.